Vëllezër të nderuar, xhamatlit e pranishëm, Allahu Azza wa Jall në një ajet të Kur'anit na mëson dhe na jep një parim, i cili parim është aq madhështor saqë besimtari nëse e praktikon këtë në jetën e tij, do të jetë i lumtur në këtë botë para se të jetë i lumtur dhe në botën tjetër në ahiret. Ku Allahu Azza wa Jall në këtë parim të ajetit na thot: asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tha Allahu Azza wa Jall, ndoshta një send ju e doni, mirë po ajo është në damin tuaj, e ndoshta diçka ju e urreni, mirë po ajo është në dobin tuaj, e Allahu e di atë që ju nuk e dini. Vëllezër të nderuar, shpesh herë ballafaqohemi në jetën tonë me disa telashe, me disa probleme, ose mundohemi me mish e me shpirt për të arritur diçka nga ato që mendojmë nëse është në dobin tonë, pasi që japin mundin, pasi që ne orvatemi atë shumë dhe mundohemi dhe shohemi në fund sa jo nuk kishte pas dobi dhe nuk ja kishte vletur, bile disa herë ndoshta edhe do ta vuajmë tër jetën atë, sepse nuk i lëm çështet në dorën e Allahut Azza wa Jall. E njeriu nëse e praktikon këtë parim kuranor, dije se do të jetë në dobin e tij fetare, do të jetë në dobin e tij të jetës, në dobin e tij shpirtërore, në dobin e tij fizike. Çdo gjë që e ballafaqohet njeriu në këtë botë është nga caktimi i Allahut Azza wa Jall, dhe se Allahu subhanahu wa taala nuk cakton diçka që është në domin e njeriu, por pose në dobin e tij, edhe pse njeriu i fshihet. Njeriu atë çka e sheh, atë xhikon. Mirë po Allahu Azza wa Jall e sheh atë si përfaqësore çka e shohim ne, dhe e sheh atë e cila është e fsheh, që është gajb, që ne nuk e shohim atë pasaj. Kemi shembuj të shumta në Kur'an dhe shembuj të shumta në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, po edhe në jetën tonë praktike. Ne shumë mirë e dim rastin e Musaut alayhi salam, ku në shikimin ton si përfaqësore, sikurse njeri e sheh se kjo është në domin tënd, mirë pa ajo është në dobin tënde. E Allahu Azza wa Jalla rëfen në surën Qasas: thumma uhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam. I shpallëm, i inspiruam nënën e Musaut a.s. i tham, ti jepi gjia sajna, jepi gji Musaut a.s. E pastaj thot, nëse frigohësh ti nga tirani madh nga Firauni, ti hudha atë në det. Nëse njeriu frigohet nga për fëmijën e tij, do ta përçafon, mirë po thot fuga në det. E çka, ku do të shkon në det i pambrojtër, tek një pallat i cili është një zullumqar i madh Firauni, në shikimin e parë duket se është e keqe. Mirë po rritet në atë pallat, pastaj Zoti e zgjedh që të bëhet pejgamber, pastaj shkatrimi i tiranit dhe ushtrisë së tij vjen në dorën e këtij fëmijut: inna raddu ilejki wa jailuhu min al-mursalin. Ne do ta kthejna përsëri në duart tuaj, o nënë Musaut, dhe këtë do ta bëjnë një pejgamber. Do të thotë në shikimin e parë, çdo herë kur shohim diçka, ndoshta ne urrejm, mirë pa ajo është në dobin ton. E shpesh herë në ndoshta garojmë për diçka, mendojmë se është e mirë, e ajo del në fund që është në domin ton, mirë po nëse alon çështën në dorën e Allahut, Allahu e di atë që ne nuk e dim. E dini fort mirë, dhe dietarët kanë thonë, kur njeriu ballafaqohet me një sprov, ne ta lexon surën Yusuf. Pse? Ka thonë se sura Yusuf është e përmbushur me sprova që shikohet në shikimin e parë se është dëmi, mirë po pastaj vjen se është në dobin e personit, kështu që Yusufi a.s. prej në fëmijëri e xhelozojnë vëllezërit e tij, e hodhin ku në një bunar, e atje me akrepa e lojnë, mirë po pastaj del nga bunari, pastaj shkon në pallat si rob, pastaj sprova tjetër ai burgoset, dhe pas burgut dëhet një njeri i veçantë me pozitë të lartë në mesin e
Egjiptit, ku bëhet ministër dhe pastaj Zoti e zgjedh atë pejgamber. Dhe sikur mos kishte ndodhur kjo në stilin e parë, që të hedhet dhe të shkon deri atje dhe të purgoset dhe t'i kalon disa sprova, nuk kishte ardhur që ai të bëhet pastaj ministër e pastaj tafton edhe babën dhe nonën dhe vëllezërvet e tij dhe të bëhet njeriu me peshë të madhe në Egjipt. Ta asoj kohë mos kishte qenë kjo sprova për të arritur aty ku ka arrit, pra kush? Pra Jusufi alayhis salam. Dhe kjo na mëson që ndoshta në jetën tonë i shohim do sprova, mirë po besimtari duhet i dorëzohet Allahut Azza wa Jall, sepse çdo çështje, çdo e mirë, apo çdo musibet, çdo sprovë që e godet besimtarin është në të mirën e tij. Për atë e vërteton hadithin që e ka nxjerr Imam Muslimi në Sahihun e tij, ku tha Muhamedi alayhi salatu wasalam, ajabun li amri mu'min, inna amrahu kullu lahu khair. Është çudi çështja e besimtarit, çdo gjë që e godet besimtarin është në hajër, është në dobinë e tij. In asabethu sarra'un fa shakar fa kanat khairan la. Nëse e godet ndonjë mirësi, nga mirësitë e kësaj bote, e falendron Allahun dhe Allahu ja shton mirësitë e tij. E nëse e godet ndonjë fatkeqësi, ai bën sabër dhe kjo është për hajër për ta, e nuk është për askë tjetër, vetëm se për besimtarin. Ka njëherë shohim që ndoshta një njeri e humb fëmijën e vet dhe mërzitet atë shumë, mirë po ai nëse të ta kishte ditur se Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë dhe Allahu Azza wa Jall ja merr dhe Allahu Azza wa Jall për atë sabrin e shpërblen dhe në xhenet në shtëpi Beitul Hamd ja ndërton, që nuk ka asnjë shtëpi tjetër për po shtëpisë së tij dhe ndalet tek dera e xhenetit dhe ka thot për rroba prindin e tij dhe thot e ngrej deri sa ta fut në xhenet, shkaku i asaj që Allahu Azza wa Jall ka sprovu në dunjë, e ka bu sabër, e Allahu Azza wa Jall pastaj në ahiret ja kompenzon, derisa në hadith transmetohet që kur të shohin besimtarët që kanë pas pak sprova në krahasim me ata njerëz që kanë pas sprova, e janë bërë shkak dhe sebeb sprovat për t'ia fal gjunahet dhe për t'i ngrit gradat larta të xhenetit, thot kishin dëshiru që edhe mishin e tive t'ja kputin nga trupi i tij, vetëm se ta arrin gradën dhe shpërblimin që e kanë arritur ata njerëz të cilët kanë qenë të sprovuar në këtë dunjë. Dhe shpesh herë sprovat që na vijnë, i shohim ata se janë të dëmshme, mirë po ka një herë kur na shpalohet pastaj ajo gajbi fshehësia e saj, e shohim se pas ka qenë në të mirën tonë dhe ne nuk kemi ditë. Po shpesh herë ndoshta edhe nuk dihet ajo mirësia që Zoti ka rujt, ndoshta ndonjëherë të është mbyll një derë edhe pastaj ti je dëshpëruar shumë se është mbyllë e derë, është hap një derë tjetër që kishte thonë nëse kisha shku në atë vend do t'isha shkatru, elhamdulillah që si u bo që ajo punë. E për ata dush me thonë është në kaderin e Allahut. Ndëgjojni rastin e Daudit a.s. Erdhi një grua e cila i kishte 3 vajza dhe u kujdeste për ta dhe ishte e varfër dhe punon të punë të dorës dhe qepte nga punat e dorës dhe me të pasi që e regulon të ata e nxjerrte në treg dhe e shqipte. Dhe një dit erdhi tek Daudi a.s. dhe i tha, o Daud, Allahu Zoti, a është zullumqar, a është i drejt? Subhanallah. U habit Daudi a.s. Tha, pse po flet, tha kështu, tha, që është çështja jote? Tha, ti më sheh se unë jam e varfër dhe i kam 3 vajza dhe me qatë punën e dorës unë e shes dhe i ushqej dhe unë e pasi që e regullova krejt dhe e lajta dhe e ndeva në tel që ajo të thahet e pastaj ta hekurosi dhe ta nxjerr në treg, thot erdhi thot një shpend dhe ma grabiti atë. E thot, çka është kjo çështje kur unë me çka ti të ushqej tash vajzat e mia? Thot, duke e bo këtë muhabet, në moment thot hin do tregtar. Edhe i drejtohet Daudi a.s. që është çështja jote. Ato i kishin pregadit një tup të hollave nga dinart e arit, 1000 dinart arit. Kishin qenë 10 persona me një anije dhe ja tregojnë rastin
thot ishin valë të mdoja, dhe thot u bë një vrim nanie, dhe filloj të hije uji, dhe filluam të frigohemi se do të shkatrohemi në atë det, në atë anije cila u bë një vrim. Thot në ato momente lutëm Allahun, o Allah, nëse na shpëton, ne do të jemi falëndërues dhe çdo njeri nga ne do të jetë nga 100 dinar të arit. Nga 100 dinar të arit. E thot në ato momente ishte një shpes, thot, një shpend i cili e barte një copë dhe e lëshoi thot mbi barkën ton, mbi anijen ton, dhe me atë lec thot e mbështjellëm dhe e zunëm atë vrimën e cila hinte uji dhe kështu shpëtuam dhe erdhëm ta 1000 dinar t'i japim sadaka për hir të Allahut. Ju kthia se grujes, tha po e sheh se Zoti jot, a qenë ka zullumqar, a qenë ka i drejt, Zoti jot po ban tregti për ti e ndet e në thatësi që ti me ta pru rëskun para dorës tonde. Asa e në tek rahushejen, wa hua kharu lekum, ndoshta ju e urejni diçka, pa është në të mirën tuaj, ndoshta ju e donin diçka, a është në sherin tuaj, e Allahu e dia e ta që ju nuk e dini. Ngjarje ka të shumta, ku një njeri doshti që të udhton me aeroplanin e tij dhe ishte vanuar dhe kishte udhtuar grupi i cili ishte me të dhe aq u mërzit dhe aq u pikllua pse i hiki ky udhtim dhe pas disa çasteve, disa minutave i tregohet se aeroplani është rrëzu dhe krejt njerëzit në atë aeroplan kanë ndru jetë. Kjo në shikimin e parë sherr, se s'në ka mujt ta mrije ku ka dashur me shku, ndoshta ka qenë udhtim i rëndësishëm për atë, mirë po nuk ka më i rëndësishëm se jeta jote. E Allahu Azza wa Jall e ka bërë që ketë ta zën gjumi, apo të vonohet që mos arrit që t'ja shpëton pastaj dhe jeta e tij të vazhdon dhe t'i kryen dhe tjerat të cilat i ka pas planet e tija të jetës së tij. Tregohet një rast për këtë se çdo send është në hajër, çdo send është në dobinë e besimtarit, një mbret me ministrin e tij. Ai ministri i tij kishte qenë një njeri që vazhdimisht për çdo gjë kishte thonë hajr inshallah. Don Allahu është dobi, është në dobi, është në hajr. Dhe çdo send që ndodh ke thonë te hajr inshallah. Dhe një ditë u përgatit mbreti që del në xhueti. Dhe në momente thot para se të niset në xhueti, thot mori një moll që ta prin, thot ndërkohë e preti gishtin e tij. Dhe në moment i mërzitur dhe i pikluar në atë moment çka i ndodhi mbretit, u kthi ministri i cili vazhdimisht e kishte në shprehi të thot hajr inshallah. I tha hajr inshallah. Tha çfarë hajri? Tha unë e preta gishtin ti po më thu hajr inshallah. Merrni ministrin edhe shtinën në burg. E marri ministrin e shtin në burg. Dhe pastaj i ndodh një udhtim që del në xhueti. Del mbreti. Dhe duke bërë xhueti humbët në një shkretir. Dhe ati e gjen një popull i cili kishin qenën idhujtar të idhujve. E kapin e robrojnë mbretin, se mbreti e devion rrugën, humbët në atë shkretirën, në atë vendin e cila i kishte qenë për xhueti, dhe e kapin ata. Dhe kishte qenë dita e festës të zotrave të tyre. E për fest ato e kishin bërë kurban ka një njeri. E marrin këtë mbretin dhe e çojnë aty për me bë kurban, dhe kur e shikojnë ata ekspertat e fejes aty, e shohin se një gisht e ka të kput. E thot gishtin e kput, zotrat ton ki kurban me tmeta nuk e pranojnë. Zotrat ton nuk e pranojnë këtë kurbanin me tmeta. Thot lirojni, nuk është ki për kurban. Edhe lirohet, mbreti me zi që arrit shpëton prej tyre dhe mbrin në pallatin e tij. Me njerë sa mbrin pallatin e tij shkon për një herë te ministri. I thot o ministër, me gishtin që e preta që i thaj hajr inshallah, për i me mdul hajr, se me pas unë e gishtin kështu shku sot kurban, këtu më shku jeta, ma mirë një gisht pak me e prej, se sa me më shku krija komplet. Dhe kjo për mu ke hajr, po shfar hajri për ti që ti e në burg. Ka thonë, o mbret edhe për mu është hajr, bilo është hajri i madh, se ti shakon me ti gishtin e prejmë, ti s'kishin marë kurban, unë jam i plot, s'kam kur një send prejmë, unë kishin bo kurban vendin tanë. Hajr për ti që e ki prej gishti që s'kam bo kurban, hajr për mu që kam qenë në burg, se ti shakon me ti, unë di shakon sot kurbani atje. Dhe tot është do send në caktimin e Zotit.
Njeriu duhet të jetë çdo herë i kënaqur. Me çka e cakton Allahu Azza wa Jall? Se nuk cakton Allahu Azza wa Jall për robin vetëm se cila është hajër, e cila është në dobin e tij, dhe nuk cakton diçka e cila është në domin e tij vetëm se njeriu i fshihet. Njeriu me logjikën e tij, me syrin e tij është kurpams. Dituria e tij është e cekt. Detyria e Allahut është absolute dhe Allahu çdo send cakton për robën e tij e cila është në mirësinë dhe në dhuntin e tij. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të na bën syçel dhe çdo herë ta kemi parim në jetën tonë këtë ajet. Se Allahu Azza wa Jall çdo herë cakton mirësi, e jona është ne ti krim sebepët, ti krim punët e cilat i kemi ne, e pastaj ta lëm në dorën e Allahut, dhe çdo send çka vendos Allahu, dije se kjo është në dorën e Allahut dhe Allahu vendos çdo send që është në dobin e robit e tij. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të na shton imanin, na shton bindjen, na shton bindjen në kaderin e caktimin e Allahut dhe çdo send nuk del nga caktimi i Allahut Azza wa Jall. Aqulu qawli